Në Shqipëri është shënuar një rënje numri të aksidenteve rrugore gjatë vitit 2025. Instituti i Statistikave ka bërë një studim dhe ka dalë në konkluzionin se krahasuar me vitin 2024, aksidentet rrugore në 2025 shënuan një rënje me 17.5%. Sipas Instat, bëhet e ditur se vetëm gjatë muajit dhjetor të vitit të kaluar ka ndodhur 130 aksidente rrugore, ku janë aksidentuar, vrarë ose të plagosur 176 persona, ndërsa në total për vitin 2025 sipas Instat ka ndodhur 1375 aksidente rrugore. Po ashtu Instat vlerëson se aksidentet rrugore në 87.7% të rasteve ka ndodhur si pasojë e gabimeve të drejtuesve të mjeteve, ndërkohë që pjesa që dominon si shkaktar i tyre është grup mosha e re. Numri më i lartë i aksidenteve gjatë kësaj periudhe është shkaktuar nga grup mosha 25 deri në 34 vjeç, e cila përbën 33.1% të numrit total të aksidenteve. Në muajin dhjetor 2025 numri më i lartë i aksidenteve rrugore ka ndodhur gjatë ditës së premte me 20%, ndërsa numri më i ulët i aksidenteve ka ndodhur gjatë ditës së mërkurë dhe të diel me nga 10.8% secila. Numri më i lartë i aksidenteve rrugore ka ndodhur gjatë harkut kohor 14 deri në orën 17, duke zënë 22.3% të numrit të aksidenteve rrugore gjithsej, ka vlerësuar Instat.